i popullit. Rezultati i zgjedhjeve nuk mjafton vetëm të pranohet. Rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet. Dhe respektimi i rezultatit nuk është në nënshtrim. Një term tjetër i keq përdorur nga opozita në këtë sallë e jashtësoj. Nëse ka një nënshtrim, ai është ndaj verdiktit të qytetarëve, të cilët me vot kanë përcaktuar peshën e secilit subjekt politik duke përcaktuar edhe sjelljen parlamentare. Pikërisht për shkak të keq kuptimit të fjalës nënshtrim, opozita kompromisin e kupton si nënshtrim të fituesit zgjedhjeve. Kompromisi nuk do të thotë as që fituesi i zgjedhjeve të nënshtrohet kërkesave të parësyeshme që të atyre që kanë humbur zgjedhjet, por kompromisi nuk është as barabarësi artificiale mes të pabarabartëve nga një rezultat zgjedhor. Kompromisi është marrëveshje që reflekton realitetin e mandatit zgjedhor duke u dhënë të tjerëve atë që u takon sipas peshës së tyre elektorale. Vitin e kaluar, nisma socialdemokrate me 3 deputet sillej sikur të kishte 48. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës përbuzi çdo ofertë që ja bën, duke refuzuar edhe takimet. Për ta bërë të qartë këtë parim me shembullin më konkret, duhet kthehem në vitin 2019 dhe të zgjedhjet e 6 tetorit atë vit. Pas zgjedhjeve, vetëvendosja kishte vetëm 1% e përsi ndaj LDK-s. Rezultati ishte i ngushtë dhe situata e ndërlikuar. Megjithatë, lëvizja e vetëvendosje veproi menjëherë sipas peshës që qytetarët na patën dhënë, ku e ftuam LDK në koalicion dhe u ulëm për të lidhur marrëveshje politike me takime të dendura e negociata të vazhdueshme. Pozitat në kabinetit qeverisës i ndom në përputhje me rezultatin zgjedhor. Nuk kishte vonesa dhe kishte respekt për mandatin e marrë prej qytetarëve. Ata që sot thonë se lëvizja vetëvendosje nuk do marrëveshje politike dhe nuk mund të qeverisë në koalicion, nuk e thojnë të vërtetën. Vetëvendosja që nga zgjedhjet e vitit 2021 çdo herë ka hyrë në zgjedhje para së gjithash me koalicion parazgjedhor. Koalicionet parazgjedhore janë formë e ndershme e marrëveshjes politike, sepse qytetarët e dinë paraprakisht se kush do të qeverisë bashkë. Por ne kemi koalicione parazgjedhore që s'po lidhen, por që po dihen që janë koalicione pas zgjedhore. Dhe këtu është një pjesë e madhe e arsyes bllokadës. Pikërisht sepse ka preferenca për koalicione të padeklaruara.